Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi tashmë në orët e para të mëngjesit me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Tani dua të ndaloj dhe dua të flas në fakt, pasi që ma keni kërkuar shumë, që nga nata që ishte në procesin sportiv, të me thënë i ftuar në Top Arena, Casey ma keni kërkuar që të komentoj qëndrimet e tij, të komentoj intervistën e Caseyt, sonte kishte ditëlindjen Stelina, marrëdhënia me Inën, pikpyetje shumë të mëdha, por edhe një fotografi me Loredanën që bëri një bujë shumë të madhe dhe që pati në fakt një sqarim nga ana e Caseyt. Pyetja që më së shumti po shtrohet nga publiku në fakt tek ne gazetarët që merremi me showbiz, është se përse Casey vazhdon që të jetë kaq shumë në qendër të vëmendjes dhe përse Casey bën këto lëvizjet. Tani, sonte në një farë mënyre mua mu duk sikur Casey po thumbonte Stelinën, pasi që Stelina kishte organizuar një super ambient të bukur, do me thënë miq të saj të afërt të zemrës, të cilët kishin shkuar për të festuar së bashku me Stelinën ditëlindjen e saj. Pam artistë të ndryshëm, ndërto pam edhe Jong Zerkën, i cili kishte shkuar enkas për ditëlindjen e Stelinës. Do me thënë, po bëhej një fest shumë e madhe, një fest fantastike, një fest që shënonte një vit të ri tek Stelina, një vit me shumë surpriza, me shumë dhurata, me shumë pozitivitet dhe me shumë energji të mirë. Do me thënë, Stelina po festonte në mënyrë të përkryer. Nga ana tjetër, çuditërisht, edhe Casey sonte po festonte. Casey siç duket, së bashku me familjen e tij dhe me njerëzit e afërt, ka përzgjedhur që këtë fundjavë ta kalojë jashtë Tiranës, të kalojë pranë brigjeve shqiptare dhe të argëtohet, të kënaqet pra njerëzve të dashur të tij. Por çuditërisht, nga momenti që Stelina po nxirrte story, duke kërcyer, duke vallëzuar, duke shijuar momentin me miqtë të saj të zemrës dhe duke jetuar çastin, edhe Casey nga ana tjetër nxirrte ca story provokative, ku kërcente, ku vallëzonte, siç duket po thumbonte në një farë mënyre Stelinën dhe ditëlindjen e saj, do me thënë atë fest. Por shumica e publikut më kanë pyetur Tiron çfarë mendon për këto marrëdhënie, a ishin marrëdhënie të sinqerta. Tani marrëdhënie të sinqerta nuk mund t'ju thuash sepse patën një fillim, patën një përfundim shumë të shpejtë, do me thënë ndoshta Casey edhe mund të ketë qenë në mendimet e tij sinqert me Stelinën, por egoja e tij, bindjet e tij të mashkullit që Casey përfaqëson, nuk e kanë lënë që të lëshon pe, do me thënë ishte pak kokfort në vendimet e tij. Gjithashtu dhe Stelina ishte e bindur që Casey nuk e do, Casey e përdor për lojë dhe Casey nuk mund të ndryshon nga natyra e tij. Ndryshe nga Ina, edhe pse Casey në fakt do me thënë ishte shumë falenderues edhe mirënjohës për të dy vajzat që i kishte njohur, që kishte patur një periudhë me to, për shembull me Inën patën edhe këtë lëvizjen që të tipit, do me thënë që njëherë ishte si lidhje, më pas vazhdoi si lidhje jashtë, pati një ndarje, pati një fshirje nga Instagrami, më pas i pam bashk në post Big Brother, i pam bashk në disa video ku filluan dyshimet për marrëdhënien e tyre, u komentua si mekanizëm marketingu, por në fund domethënë përfundoi krejtësisht si marrëdhënie dhe nuk kishte më vazhdim të kësaj marrëdhënies. Ë Dhe publiku pyeste se çfarë po ndodh me Kesin. Më pas erdhi në pyetje edhe Loredana, do me thënë Loredana që nga hiçi doli si tematik. Në fakt Loredana është e çuditshme, më çudit pak fakti Loredanës, sepse Loredana me çdo që të bëj foto ose do me thënë të fotografohet nga paparazzi, rastësisht akuzohet dhe komentohet sikur është një marrëdhënie, sikur është një moment intim i tyre, sikur ka një diçka në këtë mes. Domethënë, nuk e di pse Loredana ka këtë fatin dhe nuk e di pse
fansat shqiptarët e shohin gjithmonë me këtë syrin, po domethënë kishte hamendësime të cilat Casey në fakt edhe i sqaroi që nuk ka patur asnjë gjë me Loredanën dhe nuk ka patur asnjë gjë në këtë mes. Tani, pyetja e Brikenës në intervistën e fundit të Caseyt ishte që a do të kemi një diçka domethënë, a do të kemi një baba së shpejti? Casey tha që unë e di që jo, por u pyet nëse ti ke një lidhje, Casey tha jam shumë i lumtur momentalisht dhe kjo ka shumë rëndësi, domethënë lumturia ka shumë rëndësi. Tani unë mendoj që Casey, sipas mendimit tim, pasi që sonte bëri këtë lëvizjen të tillë, domethënë gjatë kohës kur Stelina festonte, gjatë kohës kur Stelina hidhte story të momentit të saj me të gjithë miqtë të zemrës, mendoj që Casey mundoheshte pak që ta ngacmon me storyt e tij dhe mendoj që mundohet që të merr vëmendjen e Stelinës dhe ndoshta të krijojnë një lloj, domethënë të kanalizojnë një lloj emocioni të dy së bashku, sepse në mënyrë të çuditshme, domethënë ato 2 story apo ajo story i Caseyt nuk erdhi pikërisht kot sonte, domethënë unë kështu e lexoj sepse zakonisht këto gjëra lexohen edhe tashmë personazhet publik kur duan të japin një mesazh apo kur duan të tregojnë diçka, ato në një farë mënyre lëvizjet i bëjnë nëpër story. Dhe sonte pash në fakt një mesazh apo një tendencë nga ana e Caseyt për të përfituar një diçka, qoftë një vëmendje, qoftë një moment të Stelinës, sepse mendoj që edhe Stelina e ka atë kureshtjen goxha të madhe për të kuptuar se çfarë po ndodh me Caseyn dhe çfarë poston ai nëpër story, ndoshta me një profil fake, me patjetër që e shikon. Gjithsesi, e shoh Caseyn shumë të lumtur, domethënë po kënaqet në momentet e tij, po shijon momentet e tij, flet me shumë diplomaci për vajzat, e quan një kohë të bukur të kaluarën domethënë të tij dhe kjo në fakt është për ta duartrokitur për kulturën që Casey ka. Tani, a mund të kthehet diçka mbrapa, sepse publiku gjithmonë janë kureshtar të dinë çfarë fshihet përtej fotografive të tyre. Unë mendoj që në aspektin e Stelinës, Stelina më e ka mbyllur këtë si kapitull dhe nuk do ta kthen, pa marrë parasysh se sa do të mundohet Casey që të merr vëmendjen e Selinës, të merr fokusin e Stelinës, të merr atë dashurinë e Stelinës. Unë mendoj që Stelina e mbylli krejtësisht me rrugtimin e saj në Big Brother, ndërsa tek Ina mendoj që kanë mbetur disa copëza që ndoshta Ina akoma i ndjen edhe dëshiron që të kthehet me Caseyn. Të paktën unë kështu e shoh si gjë, jo se domethënë kemi një fotografi të qartë të gjës. Casey vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, vazhdon të ndiqet shumë nga audienca, domethënë çdo lëvizje e tij shikohet me zoom dhe publiku dëshiron të di gjithçka përreth tij, por edhe analizat në fakt që bëhen për të.